bën të falet prej qytetarëve. A mendon se një bashkim i opozitës, cilin nuk e kemi parë, realisht ne po flasim me gjërat që i shohim, sepse ato të cilat nuk i shohim edhe nuk mund të hamendësojmë se ka ndodhur, paktën sa i përket aspektit etik profesional. Në anën tjetër, beson që një opozitë e bashkuar do e dobësoj lëvizjen vetëvendosje? Unë do ta kuptoja sikur opozita e bashkuar, si thuani ju, ta bënte një listë. Ti printe asoj liste Vjosa Osmani, asoj liste ti bashkangjitej Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca dhe subjektet opozitore. Po, ashtu po thua ti. Pra, edhe njerë, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca ti printe Vjosa Osmani, në anën tjetër, pra, përkundër kësaj këtyre partive, Albin Kurti, së bashku me këta partnerët tonë, kandidatët tonë, do ta mirë kuptoja. Mirë po, është shumë problematike kjo gjë, sepse kjo nuk bëhet, në anën tjetër të gjithë pra janë kundër kryeministit Kurti dhe lëvizjes vendosje. Po, mirë po, dalin para qytetarëve edhe në formën më transparente ta themi një gjë. Ne gjithë jemi kundra lëvizjes vendosje. Pra sepse i japin arsyet e tyre. Mirë po, ajo çka vrej është kjo, që këta siç po ndodh në Prishtinë, siç ka ndodhur në Prizren dhe siç ka ndodhur gjithandej komunave në zgjedhjet lokale, ku ka qenë paraprisi kryesor, çfarë kanë bërë? Këta mundohen, pra dalin në publik si të veçantë, duke mos ofruar asnjë alternativë, madje as për zgjedhjen e presidentit. Se nuk e bën këtë, zotëri Rexha, po aty po kaloj, sepse mundohen që kështu përmes koalicioneve të territ paraqesin që janë ndame tjera të shtyjnë projektin e bashkimit me Partinë Demokratike të Kosovës, sepse vetë elektoratet të tyre nuk e pranojnë këtë gjë. Ndonse në formë shumë transparente, ne kemi ofruar pra bashkëpunim edhe Lidhjes Demokratike, edhe Partisë Demokratike. Madje kryeministri Kurti këtë e ka bërë në formë publike. Nuk e kemi na një reagim të një kryetari të komunës, për shembull Xhilana, në shtimja kudo ku e kemi, edhe e kemi bërë në këtë formë koalicioni. Ne kemi pas liri të plot, autonomi të plot, që zgjedhim koalicionet sipas preferencave të kryesive tona. Mirë, po oferta lëvizjes vetëvendosje për partitë kryesisht për LDK-n, sepse për LDK-n pati një ofertë disi më serioze se sa e kanë fjalën më përgjithshme se sa për Partinë Demokratike, por shtoja asoj faktit që dy ftesa i ka pasur Lidhja Demokratike e Kosovës edhe gjatë kohës kur nuk po arrihej të konstituojë kuvendi. Megjithatë, në ofertën e lëvizjes vetëvendosje, gjitha këto shkonin në këmbim të postit të presidentit. Dhe a mendoni pikërisht posti i presidentit ishte problemi, apo partitë opozitare ishin të vendosura të shkonin në zgjedhje? Po, vetëse besoj që kësaj pyetje duhet mjaftu edhe një farë historiku të fillimit. Çka ka ndodhur? Lidhja Demokratike e Kosovës, pra gjithsesi kryetari i saj, zotëri Abdigjiku, në një emision televiziv tha mleni të gaboj për Vjosa Osmanin. Ai ishte kështu. Pra, tha, lemni të gaboj me Vjosa Osmanin, në kuptimin asaj që do t'ja jep votat Vjosa Osmanit. Dhe çka ndodhi? Lëvizja vendosje, pra i tha Vjosa Osmanit mirë, i ke nënshkrimet tona, hyn garë. Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, me një 3-4 deputet atje, nuk ishte gatshme, pra që ta votonte Vjosa Osmanit. Në anën tjetër, Vjosa Osmani, e cila u përzu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u pranua nga ne, tashmë është pranë një koalicioni parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mendoj që kjo është pasqyra e parë që duhet pa. Mendoj që kjo opozitë, madje edhe PDK-ja, s'po flas fare për LDK-n, e ka pasur një shpresë në kuptimin asaj që ta rrëzoj sa do pak lëvizjen vendosje me emrin e zonjës Vjosa Osmani. Dhe çka më vije mu keq? Mu vije keq për zonjës Osmani, e cila ka ra prej kësaj. Sepse mendoj që duke mos pasur numrat, ne kemi kërku edhe prej saj që të jetë pjesë e qeverisë, pra bashkëudhtoj me ne, në anën tjetër shkoj me një emër konsenzual dhe ta zgjedhim presidentin e Republikës. Po pse ka që vështirë për Vjosa Osmani?